Ishte dua ta shikoja pak në Juda një, çar pash një postim dhe e kuptoj që janë të njëjtat postime të pjesme, dhe tha, mëshira, paqja dhe dashuria u shtoftë në ju. Kaq më thënë Juda një, aq është. Ndërkohë, ka që në fillim shërbëtorin e lidhur të Jashua Mesias Judën, Juda është emri i tij vërtet, po s'ka gjë. Juda, që është një shërbëtor i lidhur. Çfarë do thotë një shërbëtor i lidhur? Shërbëtor i lidhur me motivin e dashurisë që apostujt ishin në Mesian Jashuan, që ai po citonte dhe të gjithë ata po citonin Eksodin 21, që jep kuptueshmërinë e një shërbëtori të lidhur me zotërinë e vet. Dhe për 6 vjetë ishte në urdhrimi i ligjit masandaj që ky shërbëtor mund të shkonte i lirë mbasi kishte shërbyer, por për motivin e dashurisë që zotëria kishte dhënë gruan, fëmijët, ai person nuk largoheshe nga zotëria dhe qëndronte i lidhur për jetë me motivin e dashurisë me zotërinë e vet. Këtë po të thonë apostujt që ne jemi shërbëtorë të lidhur. Disa janë shërbëtorë të lidhur me Mesian Jashuan. Disa janë të lidhur me traditat e njerëzve. Disa kombiton. Kombet. Por lavdiatit që ka lënë një mbetje. Ka lënë një mbetje. Që ne mund të merrnim të vërtetën. Dhe ajo mbetje është në tërë kombet. Ka disa fruta të mira, lavdimrit të tia. Janë frutat e para në kombin tonë. Lavdimit të tia. Andaj vllai thotë që ju jeni frutat e para në kombin tonë, sepse palishmëria mbulon vendin tonë, me çdo lloj manipulimi që shikon, që ushqen brenda dhe jashtë, që vinë. Kush mban festat biblike në kombin tonë? Levitiku 23. Kush i mban? Kush konsideron në këtë rast që ligji i tij është i vërtetë dhe e ka në këtë rast në zemrën e tij që është i përjetshëm? Sa herë shikojmë këtu të përjetshëm? 1, 2, 3, 4, 5 herë totati. Numrat 15. 6 herë. Shkosh në shkrimet e tjera, masandaj ka plot Barukut, njëjtin gjë, Enoku, që Juda vazhdon të thotë disa gjëra. Nuk thotë vetëm, mëshira, paqja dhe dashuria u shtoftë në ju kaq, sepse ju po ecni në palishmëri duke shkelur ligjin dhe këto gjëra do shtohen në jetën tuaj. Dhe ju po ndiqni disa gjëra dhe ato gjërat masandaj se nuk japim kuptueshmëri, s'ka gjë, po të gjitha gjërat e tjera do shtohen në jetën tënde. Pa dhenë kuptueshmëri fjalëve, pa dhenë definicione në këtë rast të koncepteve. Ndërkohë, ati Yahweh me gojën e tij ka thënë me qindra herë që ligji tim i vërtet, i mirë, i drejtë. Është ai që në këtë rast neve duhet të kemi në zemrat tona, që nuk e ka hequr, sepse një gjë që të është vërtetë të hiqet, çfarë do marrësh? Gënjeshtrën. Kështu janë marrë gënjeshtra sot në kombin tonë. Prandaj vllai të tij sepse ishin të lidhur nga gënjeshtra. Dhe lavdimit të tia që në 2010 tashmë kisha dalë, por nesër thash, ja po shkojmë aspektet e fundit. Dhe dolëm asandaj. Dhe kur del në urdhrimet e ligjit të tia, nuk të ndjekin të tërë, vlla motër. Sepse mendja mishore nuk i nështrohet ligjit. Njeriu natyror i parë lindur nuk ecën në urdhrimet e ligjit të Zotit Yahweh. Mbaje mend. Sepse do të njihni nga frutat, cilat janë frutat personale fillimisht. Ditët që ti veçon, kush është? Dita e diellit. Festat që ti veçon, Papa Gregori 13, kalendari me çdo lloj manipulimi të tyre. Çfarë çdo gjë që të del përpara, s'ka rëndësi. Ndërkohë ati ka dhënë rënien pastër në ligjin e tij, Levitiku 11, ligji për të 14. Ka vendosur festat biblike në Levitiku 23, Eksodi 12, të përjetshme.
Ka vendosur sabatin dhe festat e tjera biblike që janë mbledhje të veçuara dhe Pashkën që ti darkon me te. Sepse ligji ti është i vërtetë dhe e ka vendosur të përjetshëm, të cilat i ka vendosur për jetë. Ligji, urdhrimet, statutet, porositë e tia qëndrojnë për jetë. Dekretet e tia qëndrojnë për jetë. Fjala e tia është e përjetshme. Të cilat thot i ka mësuar thot prej kohësh. Prej kohësh. Me mësuar dhe prej kohësh vllamotë? Jo. Ndërkohë unë isha, ja ku ke, në shërbesë, këtu ja. Dhe të gjithë këta që shikon të paktën, këta mbrapa jo, nuk ishin në shërbesë. Fare, vetëm ne të parë, ja këtu, këta ishin dhe janë akoma. Por ky djalë ka këtu nuk e di. Por këta të tre po. Në shërbesën e të parë këtu ja. Ishin Ministria e Burrave. Shërbesa e burrave. Por përmendi njerë ligjin si që kam përmendur. Asandaj merr çdo lloj goditje. Përse? Sepse po ecën urdhrimet e ligjit që Mesia praktikovi për 31 vjet jetës së tij në tokë këtuja. Ndërkohë çfarë gjurmë po ndjek tine? Sepse këto deri këtu, nëse ke arritur është mrekulli, po të kesh arritur deri këtu për të më dëgjuar. Por kush i dëgjon këto mësime? Më thuaj vëlla motër për asamblen tonë këtu neve. Kush i dëgjon këto mësime? I dëgjon ndonjëri? Ti e di që këto mësime nuk dëgjohen, sepse Satani mban lidhur njerëz për mos dëgjuar të vërtetën. Se po ta marri vesh që ai besimtar që do të shpëtojë realisht me genuinë në zemrën e tij, i sinqertë në zemrën e tij, po ta marri vesh që ligji i tij është i vërtetë. Ai çlirohet për të ligut. Por do ta marri vesh kur të dëgjoj fjalën. Po jo romakëve masandaj kaq dhe romakë 10 dhe ja. Po ta prekim atë romakëve 10, e kemi marrë librin e studimit të romakëve. Edhe si, masandaj ja shfaqim diçka tjetër, ja. Jo, nuk do ta shfaqim këtu, por do thjesht për çfarë vazhdojnë masandaj të citojnë sot. Okej. Romakëve 10, siç e di vargun 13 deri në 17. Në fakt, kushdo thrasi emrin e Yahweh do të shpëtohet. Okej, si do ta thrasësh ti? Në zemrën tënde, çfarë në atë moment ku je në situatën tënde. Okej, por jo sepse ti e thirrë masandaj dhe më njëherë u shpëtove. Do të tregohet çfarë ke kryer kundra atit Yahweh, gjë që sot nuk flitet për atë pendimin çfarë ke bërë. Por si thonë, atëre në këtë rast dhe Biles vargu 14 thotë që si do të thrasin për atë të cilit nuk i besuan, thotë, si do të besojnë tek ai për të cilin nuk e kanë dëgjuar, do të duhet ta dëgjojnë për dikush. Dhe si do ta dëgjojnë nëse s'ka dikush që në këtë rast e predikon. Shiko, dëgjimi do vi nga predikimi një personi që do t'i thotë ti personi, masandaj për të u shpëtuar. Do t'i tregoj vepra 2:38, pendohu nga shkelet e ligjit, besim tek Jashua Mesia, ja ku është uji do të pagëzohesh? Për të pastruar nga shkelet e ligjit që ke kryer deri më sot, për të marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë? Atëre ai person 1 nuk është penduar, 2 është besimi i shtirur. Dhe njerëzit kanë vazhduar të manipulojnë në jetë njerëzit sot, ata që janë në Shqipëri dhe përtej, me deklarime të thekta. Vargu 15, dhe si do predikojnë pa qenë dërguar, pa qenë dërguar. Pa qenë dërguar, një person dërgohet, masandaj të predikojë, lajmin e mirë të mbretërisë që të tjerë ta dëgjojnë, që në atë moment atëre mund të shpëtohen duke marrë vepra 2:38, që çfarë një që është dërguar di atë që e ke në ekran, në atë parë. Ai nuk thotë, e di si thon sot, e di çfarë, por ja, s'ka rëndësi. Kështu thon. E di çfarë, shko lexo diku. Sepse nuk është më. Ligji nuk është më. Shikon, ja, me një klik e bën njeriu në mendjen e tij
të tërhequr nga frymëra që kanë pushtet mbi zemra dhe mendjet e njeriut. Si mund të thuash që ligji tia u hoq? Ndërkohë që ati buqet ti du ta shikosh përpara. Çfarë ka thënë? Për jetë, o Yahweh, fjala, udhrimet, ligji, dekretet, porositë janë të përjetshme dhe ti ke themeluar për jetën në qell, që unë dhe ti të marrim mendje dhe të jetojmë. Dhe mazandaj vetë profeti tu Davidi, mbreti, që dhe profet, po thotë që për shumë kohë që ka mësuar të udhrimet e tua, të ligjit tënd, që ti ke vendosur për jetë, i tërë kapitullin 119, flet për ecjen, që në fillim thotë ecë spanjolla duke ecur në ligjin e Zotit Yahweh. Por jo të gjithë ju bindën lajmi të mirë të mbretërisë, pikërisht. Lajmi i mirë i mbretërisë, e para Timoteut 1 çfarë thotë? Për motivin e zemrës thotë, dashuria thotë që i këtij urdhërimi thotë, është me një zemër të sinqertë thotë, përpara teje, me ndërgjegjen e pastër, me jo një besim të shtirur, por besimin e vërtetë thotë, me ligjin e mirë që nuk vihet në këtë rast kundra të drejtit, që e zbaton ai drejti, por ngrihet kundra palishmërisë, kundra shkeljeve thotë, dhe do ngrihet ligji i mirë, i drejtë, i shenjtë, dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, do ta mbrojë doktrinën e shëndoshë. Sipas lajmit të mirë të mbretërisë që më është besuar, thoshte apostulli. Por jo të gjithë janë bindur lajmit të mirë, sepse njëri poston diçka në media sociale dhe masandaj qenë ka rilindur. O Yahweh, kush i besoi predikimit tonë, siç profetizoi Jeshaja. Dhe mbasi janë thënë këto për çfarë? Për pendimin që në vargu 13 i Romakëve 10 deri në 16 ke pendimin. Pastaj vjen në vargu 17 për të thënë që besimi që një person mund ta marrë të vërtetë, jo të shtirur që kemi sot të traditat e njerëzve. Atë besim të vërtetë mund ta marrë prej atyre që janë dërguar, prej Mesias Jeshuas të vërtetë, që ata të predikojnë lajmin e mirë të mbretërisë dhe kështu mund të rritet besimi i tyre, sepse besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Elohim. Një ku është fjala e Elohim përpara teje. Sepse urdhrimet e tija meritojnë besim. Dhe ai që afrohet tek Zoti Yahweh duhet të besojë që ai është dhe është shpërblyes të gjithë atyre që me zell e kërkojnë atë. Mos ndoshta vëlla motër më thuaj, kjo është një gjë, kjo është një zell. Opa, ja zelli. Ti shikon zellin. Me një klik unë e bëra zellin tim, ti e pe? Me njerë, unë një ta bërë klik, iku zell. Me njerë, shikon si manifestohet zelli mishor, në atë mënyrë, pum, me një klik. Dhe na jep masandaj si shti ndoqe, na duhet një përgjigje, okay, ja zellërat, manipuluese të satanit, me një klik, i që ngjerat. Mos ndoshta ati ka thënë në atë mënyrë? Mos ndoshta ka thënë në atë mënyrë? Apo ta thotë që zellin e do ta kemi në urdhrimet e ligjit të tija? Që Hebrejtë 11:6, po citonte apostulli që kishte ligjin e Përtëri 28 në funksion në jetën e tija, që ta thanë Romakëve 7:12. E kishte ligjin e Zotit Yahweh në zemrën e tij, ata unë gjej kënaqësinë në ligjin e Zotit në njeriu tim të brendshëm. Gjen ti kënaqësinë në ligjin e tij që ke këtu përpara për dishiplizimin tënd, për transformimin tënd, të ripërtrirjen e mendjes që thot Psalmi 19, që ligji përsosur i tija, bën në jetën e njeriu, e ripërtërin shpirtin, mendjen, vullnetin, emocionet, e ketin, gjen kënaqësinë e tij. Vazhdojmë, vëlla motër, vazhdojmë. Her pas here bëjmë një hyrje.
hyrje në zemrat e ngurta për të hequr ato shtresat masandaj e palishmërisë që neve mund t'i heqim me pendimin tonë nga shkelit e ligjit për të besuar tek Mesia Joshua i vërtetë. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës me anë të frymës. Por mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me çfarë? Pendimi nga shkelit e ligjit, sepse shpirti jonë, mendja, vullneti njolloset me shkelit e ligjit, njolloset me ambientin ku jemi, njolloset me gjëra që neve mbajmë gjatë ditës, ku jemi, si e shpenzon kohën. Po jo të vi, masandaj, mbarove dita dhe okay, do dëgjoj diçka, vlla motër, në punë, pasi mbarove dita. Po dita si filloi në ditën tënde? Fillovi me atin? Kalove kohë të pak të 1 orë në mëngjes me te? Duke u lutur, duke lexuar? Dhe mund të jenë 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, po lema ato, por të paktën 2 orë të para, ti e shpenzon kohën me te, veçohesh, sepse është kohë të vlla motër, ne vazhdojmë masandaj të kemi atë betejën brenda, sepse 1, gjërat na bindin, 2, ne masandaj vendimarrjet tona nuk i marrim, 3, edhe masandaj po diskurajohemi dhe futesh masandaj në diskurajimet që Satani ka përgatitur rrugën më përpara derisa ti të diskurajohesh. Nuk të ka fajin Satani. Ne kemi zgjidhjen personale çdo ditë ku do jemi, çfarë do bëjmë, ku do ngrihemi, me çfarë do ushqehemi. Do jenë ditë që ti do të lesh mënjanë bukën, ujin. Të shkosh përpara tia. Është e vështirë, një çantë, masandaj dhe merr shkrimin, lere telefonin e shtëpia. Ngjitu në kodër, ngjitu në mal. Shpenzo kohë me te. Vija je veçuar. Nga çdo lloj palishmërie që është poshtë, nga çdo influencë që masandaj të mban peng aty ku je, që po të shtrydh aty ku je. Jo sepse vllai nuk është mos thoshta un jam imun nga këto gjëra. Nuk jam i mbrojtur nga këto gjëra. Sepse këto gjëra janë përpara meja, ku janë këtuja, na shoqëruar në ambientin thonë dhe ke edhe është vendi që bëjnë masandaj kurset biblike, të shkollës biblike, këtuja, në këtë vend ku janë këtuja. Në këtë zonë, në flas zonë këtu në këtë, si thua, pronë që kanë, që është një fushë e madhe, janë pylle të përreth dhe deti është përballë. Shikoj gjëra që praktikojnë, ja sot e sabat do të hapin masandaj për të blerë, për të shitur, për të gatuar, si një ditë tjetër. Mos ndoshta janë të veçuar? Ti mund ta veçosh veten tënde. Kështu ti e pastron shpirtin tënd. Çdo ditë nuk e lejon që ligu të ta ndoti me gjëra që ti i di si janë kanalet që ai funksionon. Ti funksionon në jetën tënde. Por një zemër që nuk do ta bëjë këtë gjë, është akoma mishor. Ti mund të jesh i vulosur me frymën e shenjtë dhe mund të ecësh në mish për momentin, në disa gjëra. Nuk duhet jetë ashtuja, sepse ti po mban urdhrimet e ligjit për disa gjëra, po, lavdiatit, po, pastaj të tjerat. Ndërkohë, për audiencën që po e ndjek online, në para pjetrit po i flet 12 fisët e Izraelit që kishin ligjin në radhë të parë. Shikon kontekstin. Kontekstin ku është dhënë, po i flet atyre që janë të rilindur në Mesian Jashuan, kanë urdhrimet e ligjit. Siç poli Jakobi një dhe thot më thënë Jakobi që do të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë. Jo vetëm dëgjues të urdhrimeve të ligjit, së fjalës që pam pak më përpara, ja ku ke fjala, ligji, urdhrimet, porositë, dekretet, është e njëjta gjë, po të thot fjala Atit Jahwe e përgjithshme që Jakobi deri në atë moment kishte dhe nuk kishte dhjatë të re kur Jakobi po i shkruante letrat e inkurajimit diasporës. 12 fisët e Izraelit që ishin të shpërndarë në diasporës. Më vonë dhjata e re u kompilua masandaj.
nga persona që masandaj si morën këto të shkruajturat, atëre ne marrim masandaj në shekullin e dytë të filluan më tepër, u shkruajtën dhe u lanë siç u shkruajtën apostujt, dhe ata që ju dërguan këto letra, masandaj ato i ruajtën këto letra. Këto janë letrat e inkurajimit të komuniteteve të kishave. Dhe masandaj ata i ruajtën dhe i pasuan ndër gjenerata që ne të dinin çfarë letra ju dhan atyre. Por më lejo të them diçka, mos ndoshta dhjata e vjetër është përpara të rejse. Apostujt po mbështeteshin e dhjata e vjetër për të shkruar letrat. Dhe çfarë po të thotë këtë fjalën këtu që mbetet për jetë, për që është shpallur juve thotë. Çfarë po citon Pietri? Ja ku e ke. Fjalën e tij të qëndrueshme për jetë. Që qëndron për jetë, shumë e fjalës së tij. Dekrete, porositë, ligji, për këtë po të thotë. Fjala e Zotit Jahwe është e gjallë dhe mbetet për jetë. Fjala, urdhrimet, dekretet, ligji, të cilat i ka vendosur për jetë, të drejta për jetë, një drejtësie përjetshme, qëndrojnë për jetë. Për jetë nuk është e përkohshme, sepse ti masandaj the, u hoq kjo, u hoq, këto u hoqën. Edhe tjere që nuk do të vazhdoj me. Këto janë manipulime që Satani ben në disa që akoma nuk kanë atë zyre dhe ti me të dëgjuar, ajo është pastore dhe ja, shikon, unë po e ndjek atë, ajo është i vajosur, i vajosur për të ecur në palishmëri, për të anulluar gjërat. Postojnë dy gjëra në Facebook e masandaj dhe nga e mori në pilin ky personi në atë fare. Për kujt? Sepse ati Jahwe nuk ke thirrje për të ecur ti dhe unë në anullimet e ligjit të tij që ai ka thënë, është i vërtetë i drejtë dhe për jetë, zgjoju në emër të Jashuas. Zgjoju nga verbimi dhe nga gjumi i vdekjes. Në qoftë se po e dëgjon. Por e njëherë thash, nuk e di çfarë dëgjohen sot. Pasur gjithashtu thot një dashuri vllazërore pa hipokrizi ndaj njëri tjetrit. Ne kemi mundësinë ta duam njëri tjetrin me një zemër më thëndaj të pastër, të sinqertë, jo me buzë, jo me më thëndaj disa thuash, postime apo deklarime, jo me gjëra të tilla, se ato ka rëndësinë e vet, por është ana e veprës. Siç vëllai inkurajon, keni mundësinë derisa të bashkohemi fizikisht, kemi mundësinë me njëri tjetrin që të misoni një në javë të paktën për të takuar, për të ulur, për të thyer bukën së bashku, për ta njohur vëllain e motrën, çfarë po ndodh, çfarë janë betejat, dalë të marrim Biblën, dalë të lutemi. Këtë gjë e vëllai fuli në takimin e fundit, u mbajta shënime, si mendoni juve? Në ja ku është miqësia me njëri tjetrin. Ta ndoni fort me zemër të pastër, thotë. Sepse ri ngjisur këtu jeshtë rilindur, për ta kuptuar, rilindur. Rilindur. U rilindëm neve kur erdhi Fryma e Shenjtë, mbasi u penduam nga shkelet e ligjit dhe besuam tek Mesia Jeshua i vërtetë. Atëherë rilindesh, se jo me e pranon në zemër dhe mas andaj ecën në palishmëri, se Fryma e Shenjtë nuk banon atë person. Dhe po ta marrësh Judën, do ta marrim më vonë, me qëra fjala, dhe ta shikosh çfarë deklarime bën Juda. Jo nga një fare që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës, thot, të Zotit Jahwe, së gjallë, që mbetet për jetë. Tani, për disa, këto fjale janë të përjetshme, e tonë ata cilat janë. Ma thëndaj, urdhrimet e Atit janë hequr, bashkë me ligjin, edhe neve kemi vetëm këtë fjallën, që unë dua ta marrë, si që ma thëndaj shikon postimet online që bën njerëzit të pjeshme,
Dhe vetëm ajo. Nërkohë romakëve po i shkruante hebrejve të bashku me kombet që ishin të rilindur në atë parë me Mesian Jeshuan e vërtetë dhe kishin urdhrimet e ligjit. Prandaj i rikujton apostulli që në kapitujt e parë për t'i thënë që shkelit e ligjit është blasfemi, thotë. Është blasfemi, sepse ja ta postojmë një varg, mas andaj që kombi tonë të marri për kuvizimin çfarë është blasfemia. Okej, të shikojmë. Se këshim romakëve 10 që po thoshim pak më përpara. Çfarë është blasfemia? Shke ligjin, shneronatin dhe blasfemon emrin e tij. Po i thoshte romakëve për ty në vlorë. Me një romakëve 10, ja, në qoftë të se dhe në qoftë të se dhe kaq. Në qoftë të se? Vetëm romakëve 10 është? Ato 4 vargjet? Po ta besosh në zemrën tënde, e ringjalli prej së vdekurit do të shpëtohet? Do të shpëtohesh? Po pendimi nga shkelet e ligjit ku është? Nuk ndodhet, sepse ju e keni hequr pendimin nga shkelet e ligjit. Prandaj revoltohet shoku tënd në Tiranë. Prandaj ecën në mendje miqësore në palishmëri. Se kur i thuhet mësimi për 3 orë live, mos andaj se ishte dëgjonte aty, do ishte nuk ishte nga të shkonte. Pastaj i shikon sjelljen e tij mbasi mbaron me çdo lloj unë aty, thoshte vllajt e motrës që erdhën me mua, nuk i dinte gjërat, nuk e mendonte se këta ishin aty në Tiranë dhe ja u ftuan edhe ndërkohë ata janë pjesë e shërbesës tonë. Sa po pagëzuan para ta ditësh në aty takimin, para një muaj e ca, për gjëra që janë folur në kontekstin e duhur sipas shkrimit, por sot kemi akoma ato të kuqet që ndodhin për shkak të shkelive të ligjit që akoma nuk janë penduar. Para se të kalojmë në romakëve 10. Se romakëve 7 ta thoshte hapur atë që ka pushtet një njeriu ndërsa haron ai ligji. Sa gjëra janë folur që në romakëve 1 për çdo shkelje të ligjit, për çdo mëkat. Që mëkati është shkelje e ligjit. Që janë folur që në kapitullin e parë. Para se të arrim nga fundi. Janë gjithmonë kapitujt e parë që japin pendimin dhe gjendjen e zemrës së një personi ku ndodhet. Ja ku janë që kishin hyrë në beslidhje, pendim nga shkret e ligjit, besim tek Mesia Jashua. Dhe këta njerëz mos andaj çfarë po bëni? Po vazhdoni ngjenë ta shkeni ligjin dhe apostulli po i thotë, vëllezër motra, mos vazhdoni të shkeni ligjin se në këtë mënyrë po e shneroni Zotin dhe emri i tij blasfemohet ndër kombet ku ju jeni për shkakun tuaj. Ne tregon shkelit e ligjit që në kapitullin e parë në fund të kapitullit të parë tregon çfarë po ndodhin atje. Apo si po ndodhin në Korintas, apo në asamblet e tjera. Tregoni kujdes të gjykoni dhe të mësoni në mënyrë të drejtë, se po jap një doktrinë të mirë, thot mos e braktisni ligjin tim, thot ati. Doktrina e mirë e shëndoshëm, mos e ma braktisni ligjin tim, thot. Kurse, çfarë ka ndodhur? Ndërkohë, rilindja më e madhe që po ndodh si në kombin tonë dhe përreth, është kthimi në urdhrimet e ligjit, besim tek Mesia Jashua. Në ditë tjetra po shkruan tani se pa foton e shërbesës më përpara. Do ta asimiloj më vonë. Se pa atë foton, pa këteja. Se dhe ajo ishte pjesë më përpara me tani e pa edhe normale. E pa. Do marri përgjigjen, e ka marrë përgjigjen që më përpara, do t'i rifreskohet mendja dhe asaj. Emri i Jeshuas. Zemra ti me zin dhe për këtë vend tuja, që të kisha më lejohet se ka principe, më thëndaj që qeverisin jetën tonë, por aty, kur janë mbledhur të tërë që janë për kafet, se kanë kafet nga barçat më që janë të mëdhaja. Edhe
Dhe pa mikrofon. Një të folur. E fli, një të folur dhe kaq. Dhe mas andaj dalin ato bisedat mbas i mbaron. Afrohen njerëzit. Për gjëra që thënë. Është një vend që njerëzit kanë ardhur për thua shqetësinë e tyre, e respektoj ata, nuk do ngrihem mas andaj por gjithsesi, Alti na ndihmo. Ruaj urdhrimet e ligjit të tia, të ke për të jetuar. Mesia këta po të thoshte në Mateu 19. Vargu 16-17. Mbaj urdhrimet e ligjit dhe ke për të jetuar. Në qoftë se do të hysh në jetë, tha, në finale, tha, zbato urdhrimet e ligjit dhe kështu tha do hysh në jetë. Ke për të jetuar për jetë. E po të thotë, se duke mbajtur urdhrimet e ligjit të tia, nuk më katon. Zgjoju. Një person që ka Mesian Jashuan, mban urdhrimet e tia, të ligjit të tia, të antit Yahweh. Ai person në këtë mënyrë duke ruajtur urdhrimet e tia në qendër të zemrës së tia dhe ligjin e tia si bebja e syve të tia, atëherë ky person ka për të jetuar, sepse i tham në Luka 10 çfarë tha Mesia Jeshua. Dhe pyetja e tjetër tha, çfarë duhet të bëj të gëzoj jetën e përjetshme? Dhe si tha ai? Mesia i tha, çfarë? Çfarë është shkruar në ligj ta? Çfarë është shkruar në ligj më një përgjigja? Sepse duke mbajtur urdhrimet e ligjit në atë mënyrë personi nuk mëkaton, dhe në atë mënyrë personi po tregon besimin e vërtetë me veprat që po praktikon në veprat e ligjit të tia. Dhe në atë mënyrë tha, vepro kështu dhe do të jetosh, ke për të jetuar, i tha Mesia në Luka 10. Por neve nuk na janë shpjeguar, mazandaj marrim tekstësinë, marrim një varg këtu, një gjysmë varg si shikon. Ja, me ato dy vargje bëjnë predikimin mazandaj nesër, në ditën e diellit. Me ato vargje. Ndërkohë nuk kemi në gjendje neve të bëjmë me ato vetëm dy vargje të tilla. Dhe të thotë vëllai, çdo gjë manipulimi mazandaj që ti do thuash, wow, sa them unë, të tëra premtimet boshe, beso, ti do bëj gjëra të mrekullueshme në jetën tënde, mos e vran mendjen. Atëre ecë, vazhdo, ecë, e ke në zemër, e ke, okay. Wow, atëre ndiqe. Okay, ndiqe siç ai ecë në atë mënyrë ti ecë dhe ashtu, okay, ndiqe atë, je në rregull. Hajde, kemi atë mësimin mazandaj dhe kemi atë lutjen. Bashkohu atje. Çfarë ato të ligjit, mos u merr me ato të ligjit, mos e dëgjoj atë që ai nga me mjekër, s'është lushnja. Më fal lushnja, Fieri. Tha, e njoh tha, kur një nga vllai që është në Izrael, vlla, i kishte folur komo përpara njerit atje në Fier dhe tha atë me njoh atë mjekroshin, tha atë me mjekër e njoh tha. E njoh, por ndërkohë ai Fierit ishte i zaptuar nga elementet e botës. Elementet e botës në këtë rast me Tiranën, me asandaj fotot me presidentin, fotot me palishmërinë, vendet me ato gotat prej Çelçi, asandaj prej kristali, çarikanë, asandaj dhe normale ishin atje duke u lartësuar. Valterin vlla. Vazhdojmë në takimin vlla. Okej. Kush ka vesh dëgjon në Fier. Lavdimi të. Kush ka vesh dëgjon. S'kam gjë të ekspozojmë. Po Valteri ishte. Unë nuk kam folur me te, por vllai ju afrua në Fier dhe unë atë ditë. Okej, ja dëshmia, jo një në dy persona themelohet dëshmia. Ja ku është. E kam dëgjuar pak, po e kam folur atë me mjekër. Okej. Normale. Është vajtimi për çdo gjë që janë të roboruar.
Jo vetëm ai, por ti e di, mësandaj edhe të tjerë që janë pjesë, janë të roburuar. Por do vazhdoj për dikimin lajmit të mirë të mbretërisë, s'kemi që bëjmë, ato ko janë. Ja po edhim një vargë dhe mësandaj do vazhdojmë në Juda një që unë po lexoj edhe Jesaja 24, është mbushur me Jesaja 25, që nuk largohesh dot për atyre vargjeve, për leqi në të rast ngjarjet e kohës së fundit që po fliten. Por ja një moment, sa të edhim dhe një varg tjetër që kisha këtu, ja. Galatasve ishin njerëz që ishin të rilindur në urdhrimet e ligjit, do të jetonim me përmjet tyre thotë Galatasve 3:12. Besim dhe urdhrimet e ligjit tha. Kështu thotë edhe ne, sa ishim të mitur, ishim të roburuar në elementet e botës, në shtrimin e elementeve të botës. Por kur koha u mbush, pleroma është këtu, fjala umbush, Jahue, Zoti Jahue dërgoi birin e tij, të rilindur prej gruaje, të nështruar ligjit. Do të thënë, sipas teje, Mesia Jeshua atëre po ecën në palishmëri, sepse ti thua që ligji nuk është me, dhe s'ka rëndësi çfarë ai ju nështrua në la shembullin. Ai mbajti urdhrimet e ligjit, kurse për neve që ka ndryshe. Por normal që Satani ka thënë ndryshe, sepse mjafton një person dhe tërë kombi masandaj mund të drejtohet. Tërë ajo mbledhje ku janë, një person i vetëm. Si thot shkrimi që ajo lopata çfarë drejton? Çfarë anijen? Vetëm ajo lopata drejton anijen nga do iki. Vetëm një person drejton masandaj turmën e madhe nga do iki. Elementet e botës të roburuar. Çfarë bëjnë? Shkelet e ligjit, shikoj. Elementet janë principatat, pushtetet, fuqitë, prymat e liga në vendet qellore, thotë Efezianët 6. Çfarë bëjnë? Mbajnë robër në elementet e tyre, në palishmëritë e tyre, që masandaj të shkojnë në vdekje. Mendja kontrolluar ose mendja e nënshtruar, mendja e nënshtruar, se kur je i kontrolluar, je i nënshtruar, ti gja e di vlla motër, për neve këtuja. Ti këtë gje, kur një person është i kontrolluar, ai është i nënshtruar. Tani, a duhet jemi ne të nënshtruar ndaj këtyre elementeve të botës që na fuqizojnë mishin, që të mos mbajmë ligjin e tija? Se ta thot më për pak më vonë, ja ku e ke këtu, për nëse do kalojmë ande, prapë, ne ta marrim këtë, ja. Mendja e kontrolluar i nështruar mishit, ti e di që prodhon vdekje. Dhe ka një por, ka një rudalje në jetën tënde, që ti mund ta marrësh që sot. Akoma më thellë në rrugën tënde. Sepse ke vdekjen, por ke dhe jetën. Dhe më lejo të vëm disa, po i vëm thjesht, mjafton të vëm jetën, masandaj e zeza përcakton normal vdekjen, por do vëm vetëm jetën këtu, jetën. Prapë këtu kemi vdekjen.
Më falë. Ja ku kemi vdekjen e plotë. Ja ku ta tha. Punën e kontrollimit ta tha që mendja miqësore nuk i nënshtrohet ligjit të Zotit Yahweh. Dhe as nuk mundet. Ja ku e ke fjalën nënshtrohet, kontrolluar, i nënshtruar ndaj autoritetit të elementeve të botës, që mendja masandaj fuqizohet për të mos zbatuar ligjin, për të mos nënshtruar ligjit të Zotit Yahweh, dhe masandaj thot, nuk jemi një vend të mirë, sepse ai vendi masandaj të çon çfarë në vdekje. Prandaj sot janë të vdekur, masandaj ata që drejtojnë. Sepse ai personi është i vdekur, masandaj do sjelli vdekjen frymërore brenda. Dhe masandaj njerëzit e vdesin dhe masandaj fizikisht për shumë gjëra. Që gjëja e parë që shkelin ligjin në vazhdimsi, dhe atë ka dhënë masandaj principet. I ka dhënë lajmërimet. Levitiku 26, ligji për 28 thotë ka vendosur jetën apo vdekjen, bekimet apo mallkimet, o zgjidh në jetën tënde. Praktikon urdhrimet e ligjit, do kesh jetë dhe bekime. Nuk i praktikon, atëherë thotë ke vdekje dhe mallkime thotë që vinë. Por njerëzit sot fuqizohen nga emocionet, nga mendja mishore, mendja që e kontrolluar nga mishi, edhe harrojnë të nënshtrohen ligjit të Zotit Yahweh. Dhe në atë mënyrë as nuk janë me atin, ta thotë Juda hapurazi, ta thotë e para e Gjonit 1:29, kush është i rilindur? E para Gjonit 3, frutat e rilindjes. Ata që janë mish, nuk mund t'i pëlqejnë. Dhe shikojmë jetën tani. Një ku është jeta, dhe ke vdekje më vonë masandaj. Kontrastin. Ti, vëlla motër, tani që po e dëgjon, cili është konteksti tërë këtuja, çfarë duhet të bëjë njeriu, po apo jo? Ti besoj se e kuptove. Ti nga se do të jesh i kontrolluar dhe unë, i nënshtruar, i dhaptuar, i robëruar, prapë fjala robëruar. Okej, ja ku kemi këtu robëruar. Ose dhaptuar, influencuar. E ka plot fjalë tani. Po nëse shikoj këto fjalë vetin. Po ta kaloj më vonë, është okay. Po është mirë që t'i vendosim pak. Është mirë. Okay. Mendja e kontrolluar, e nështruar, robëruar, zaptuar, influencuar nga fryma, prodhon jetë e paqe. Tani nga fryma apo nga mishi. Tash fryma ka shkruajtur urdhrimet e ligjit të përsosura të përjetshme. Sepse fryma është nga përjetësia, del prej atit, del nga brendësia atit. Nga brendësia atit ka dalë gjithashtu dhe fjala e përsosur e përjetshme. Nga brendësia, tash unë që po flas, del tingulli i fjalës dhe gjithashtu nga me kur unë dhe ti flasim, po flasim dhe frymën që është brenda nesh, apo jo. Të kur të qëndron, të shku fletin, po të flasësh përpara të qëndroj një njeriu, do ndjesh edhe frymën e tij që del nga goja. Ati Yahweh kur foli fjalën e tij të përjetshme dhe mas në atë mënyrë kur ai foli fjalën, shkoi dhe fryma me fjalën të bashkangjitur, të përjetshme dhe mas ai krijoi ligjin e përsosur dhe vuni në funksion në tërë krijimin e tij dhe ne që jemi krijesat e tij.
Në qoftë se neve largohemi nga ligji i tij i përsosur i përjetshëm, ke çrregullime putu në ligjin e tia, të kesh jetë dhe paqe, të kesh mirësinë, sepse atë përsoshmëria atë ka vendosur në bekimet e tia, e ka vendosur që ti e unë të bekohemi kur ecim në urdhrimet e tia, se kur del nga ligji i tia masandaj, prodhohet vdekja në jetën tënde. Vjen fillimisht shkëputja nga ati, shkëputja prej tia, sepse tia nuk je me te, je armiku i tia, edhe kur je armik, masandaj prodhohet vdekja. Sepse në këtë moment mendja tënde është e kontrolluar, nështruar, robëruar, zaptuar nga mishi, që do thotë janë shkeljet e ligjit.